Kino Hyria Hana këtë vit feston 4 vjetorin e themelimit, duke mbetur adrese adhuruesve të botës së filmit dhe duke qëndruar gjithnjë në hap me kinematografit botërore për t'ju dhuruar adhuruesve përvoja të paharrueshme. Donjeta Bobi, menaxhere e marketingut në Kino Hyria Hana, ka treguar se më 28, 29 dhe 30 nëntor do të ketë shpërblime, aktivitete e premiera. Kinemaja feston 4 vjetorin, që do të ketë shumë aktivitete të ndryshme, shumë premiera dhe shumë shpërblime të ndryshme. Kushdo që merr pjesë gjatë këtyre ditëve 28, 29 dhe 30 nëntor, merr pjesë në lojë shpërblyese. Bobi Tutje ka treguar se për gjatë 3 ditëve janë planifikuar aktivitete nga më të ndryshmet. Kemi shumë aktivitete të ndryshme duke përfshi aktivitete për fëmijë, face painting, kori fëmijëve lyra edhe shumë shpërblime të tjera. Kinemaja gjatë këtyre ditëve ka qenë mrekullueshëm, 4 vite së bashku, 4 vite emocione. Në nder të 4 vjetorit, Kino Hyria Hana do të ndajë edhe dhurata të shumta, ku me anë të blerjes së biletës së filmit, automatikisht bëheni pjesë e lojës shpërblyese. Shpërblimet e shumta që do të ndahen janë: një dark qift në Dam Fshat, një nat qift në Hotel 12, një parfum nga Center Mall, një Samsung A07 nga Ari Mobile Shop, një Samsung A17 nga Ari Mobile Shop, një make-up nga Albe, një prerje flokësh nga Emira Rogova, një arush për fëmijë nga Nertili, një trotinet për fëmijë nga Nertili, një Endola Body nga Valmira Rahmani, një mbjellje të qërpikve nga Donika Matoshi, një gift card me vlerë 20 euro nga Dafinas Perfumery, një kontroll gastroenterologjike nga Lege Artis, një buqet me lule nga Lulishte Achillea dhe një gift card nga Big Star. Ndërka gjatë kësaj jave nuk do të mungojnë edhe premiera të ndryshme. Filmi shqiptar Kazerma do të shfaqet premier më 28 nëntor, filmi për fëmijë Zootopia 2 premier më 29 nëntor dhe filmi Kursa premier më 30 nëntor. Në Kino Hyria Hana i kemi 3 premiera të ndryshme këtë javë, duke filluar nga premiera shqiptare, filmi Kazerma, pastaj filmi për fëmijë Zootopia 2 dhe një film aksion me gara veturash, Kursa. Rrugtimi i Kino Hyria Hana për gjatë 4 viteve ka dëshmuar besimin e adhuruesve të filmit, duke shndruar çdo moment në emocion dhe histori të paharrueshme.